The që kjo është një lloj pendese më e madhe kur e din mërzinë që mund të kesh shkaktuar. Fatmirësisht thash, unë vi prej familjes të mirë të në antë, ata gjithmonë më kanë falë, domethënë kur s'më kanë thjesht kanë dashur që me kanë mirë dhe pse thoshin, pse këtë situata ti domethënë se s'ke ka del kështu se nuk ke pas nevojë, se të thash edhe unë llastova, nuk i kam pas kushtet në Shkodër për me kanë se di qa, nuk po dutesh me i bë reklam vetit se janë dagjona që kanë kalu kjashtë nështë mira vetit që shputa kres, por... E mira të qënë pesh, themin. E mira të qënë pesh. Po, gjëshale me mosh, në Shkodër e kena dhe këtë që thujmë që tin vedin qef. Pa nështë në dhe më ka hi vedin qef, të shduhet me e pranue, ku di qa vetë. 3 vite pa e parë vajzën, sigurisht ajo është rritore dhe në momentin e parë, për posës të ka njohur edhe kjo lidhja apo ndjeshmëria në zemrën e saj, bukur e vështirë për të ndërtu, për me fitu hapin, me nxanë kohën e humbun. Ma sa kohë ose sa e kishe si breng këtë që pas takimit mundohesh që gjithë kohën t'ja dedikosh asaj dhe ta krijoni sa më shpejtat lidhjen e ngushtë mes jush? Jo, mësajna lidhja fillej dhe më thënë, e mojmen si tesh kur shkova edhe herë në Francë, masi u ktheva më kthyrë në Shqipni, dhe më thënë, shkova në Francë, momentet e para s'po vide, mëse merdi moll në prehen, më përqafot dhe... Po, pra në thash, i kam qu në për sporte, kam pas ata momentet u bana një dado shumë e mirë për fëmijët e mi, sepse nusja ishte aktive në punë, kursone, edhe po fitosha kohën e hupën në lërgë fëmijëve, edhe kam edhe shumë me qef, dhe më thani, i gatusha, i përqasha në shkollë, një tip babysitter për fëmijët e mi. Dhe u afrova shumë, bile edhe momente këtë periudhë kur isha në Shqipni, se ka qysh në mars që jam në Shqipni, bile janë shumë gjana që ja kërkujnë, na dojna për shembull këtë ushqimin si babi, kur na qote babi në shkollë, i qosha... Pra, ata vazhdojnë të jenë në Francë? Në Luksemburg. Në Luksemburg. Po, se na kena jetu në Francë, ku fi me Luksemburgën. Edhe aty një mungan e rutina me mu. Dhe më thënë, e rifitova, e rikuperova atë ko, të i që në shkollë, të i që të qeshën me batuta, me kongë, me gjona që me kënë sa ma qeshën në shkollë. Sigurisht që u mungan, pa tjetër, po edhe ata ty në të njëjtën kohë, pra afërsia për të qenurit bashkë për çdo ditë është një zbrazti që vështirë me u kalu, si po ja del, ose pse ke zgjedh, pra si do t'ja dilni, a do të besoj që ata nuk do të kthehen këtu, kanë fillu jetën edhe shkollën atje, si janë planet? Po, kanë lidhë dhe janë të u shkollu atje, bile mu më thetë edhe nana, sa jam thetë, edhe pak thetë dhe sa të bënë 18 vjeç, se që s'ta pa mledhen ma, dhe më thonë se edhe na, por jam të umarë me disa procedura, edhe me nëjë që do të shkoj e do të vi, po ma shumë edhe unë e shaf që s'po mund në ma me nëjë, dhe me thonë largë tyne, ato ishin para disa ditëve këtu, por se di du të me kanë përdiqëmëria afër fëmijëve, sepse rritën 18 vjeç, 19 vjeç, mësajna nështë a njeni shkanë diku me shkollë, tjetëri diku. E vërtet. Si çdo prind që ka dëshirë, kur të rritën fëmijët, thot mandej si ta kthe edhe njerë kohën t'i bëjt vegjël që të rinë me mu. Bashkëshortja, po të ka përkra, të ka pa në Big Brother, si është ky raporti ju i sot? Ose në për qa keni kalu si qift, se duket se jeni sfidu që nga vitet e para të qenurit bashkë. Po, me Edën thash, kena shumë vite, por ishin ato, sepse thash, pjesa migracionit si kur në randaj shumë, edhe në situatën qift, jo për me justifiku kjo s'ka nullë vetëm të ne, po shumë situatat në gjashme janë në emigracion, në qifte shqiptare, sepse presioni jo letrat, jo këta, jo ata, kalen edhe në qeshtje mësaj familjare. Me edhe në gjithmonë, ka pas situata që shpresher s'kena kënë bashkë, kur jena lërgë mësaj në dona mu bo për bashkë, dhe më thonë, edhe s'mundrim... Pra sot që jeni lërgë, do një të bërë një bashkë. Po, kur jena ofër, kena... Po jo, me Edrën, jam me fat me Edrën, edhe...
Prandaj pavarësisht kohëve që kena ndaj larg njëri tjetrit, as aja, as sën, nuk kena marrë hapa përfundimtar për me kriju ndoshta diçka serioze me dikë tjetër, domethënë. Sidomos Eda është një fanatike e familjes, kështu që prandaj jam vllastuar ndoshta i fije. Dhe kështu do të mbetet, besoj, a? Po patjetër. E keni nda mendjen? Po, unë i kam thonë asaj të qesh, unë s'kam pas fat në bigjës, po kam pas në dashni. Ti s'ke kam thonë dashni, foto bëne provë luj i herë se mos fitën. Po, dashuria e madhe për personin të bën kështu që ta pranosh edhe me të mirat edhe me të këqijat që ka. Duket sikur bashkëshorta jote këtë ka bërë për ty. Po, sada momente të vështira kena kalu, po kena pas gjithmonë momente edhe shpresher momente të bukra. Për te vështërsive që kena kalu, aja nuk u dërzu, thjesht që u forcu ma shumë, edhe me daman që tregoj një kuraju edhe një diçka të jashtëzakonshme, është shumë e fortë. Zonje fort, përgëzime për të. Seno, para se të hyje në Big Brother, të pam përmes, pra, më shumë edhe në podcastin që kishe ti, që po realizoj. Nuk e di a do të vazhdoj, ose a ke nis të gjirosh epizodat e reja, apo si do të mbetet puna e saj, po e ke pasur në qef për herë median, emisionet, ose podcastet tila ku flet lirshëm edhe shprej mendimet e tua? Në fillimet, dhe më thonë, nuk kena pas qef me dalë media, as unë, as familjarët e mi, e kena pas si tabu, se di si na u dukte, si kur me dalë me shqit mena, s'di. Por, masa në ena kë podcasti u kryu, sepse në ena i grup tifozash aty në Shkodër, kena dhe në rrjete sociale një grup, dhe tu shkru, kalu me herën tastjerë. Masa ena qa pa bëjmë diqa tjetër, e bëme, po prep nuk dol me aty ku dojna, se kena përqëmëri matë moja, do të vazhdojnë disha, pa tjetër, po thjesht e shina tu shiu këtë pjesën mas bigut, edhe të konkretizojmë diqa serioze, sepse jena edhe në bisedime me nëj televizion që mund të abojmë edhe aty, ose me nëj radio që mund të abojmë i programacion aty, që dalin edhe diçka ma serioze, ose në Kosovë jena halatësh po zgjellim, të presim, ose të alojmë të marojmë këtë sezon edhe të fillim sezonin tjetër, ashtu si duhet, po thashe, kam edhe të nërlikume nga që pres më rikëthy në Luksemburg. Jam momente që duhet me vendos fix. Me i prej gjanat. Po, ti prej gjanat. Kurse podcasti pa tjetër që edhe në qëse s'vazhdan diçka këtu, do të realizohet në Luksemburg. Kjo puna e futbolit dhe tifozlëkut që po përmend, tifoz të kujt jeni ju? Vllaznis Shkodrës. Vllaznis së Shkodrës, çfarë pyetje edhe unë. Vllaznis. Po nga këto ekipet botrore, kë preferon? Unë e kam thënë, jam përsim ka shku jeta mu, jam taman me ekipin e Interit, dhe me thonë, gjithmonë që Interi njife që... Me Interin? A e ndoqe mbra me Interin? Në fakt, nuk e ndoqe. Më mirë që se ke ba. Nuk e ndoqe. Më mirë që se ke ba. Me Interin, por është i diçka sepse edhe shumë shqiptarët Kosovës, figura publike janë tifoza me vllaznin e Shkodrës. Kush është aty nga... Ka pasur shkëmbime të lojtarëve kosovar në vllaznin të Shkodrës? Po patjetër kena... Mi përmend disa se mund të kemë harruar. Për shembull ka kanë Liridon Latifi, Ilir Albani, Liridon Leci. Okej. Është Lirim Kastrati, një lojtar shumë i mirë. Po, Liridon Lecin, po ashtu? Melos Bajrami. Okej. Pas ka goxha lojtar. Është Esat Mala. Kena shumë lojtarë, gjithmonë... Kombëtarën e Kosovës, e ke ndjek nga afër ndonjëherë? Po, më pëlqen kombëtarë e Kosovës, po i lojtarë që është klasit si Zhegrova, dhe më thamë ku me e marrë me mu bë djali njështë teknike, njështë është lojtarë. Pas ke pa futbol në Bram, kështu që s'po të pys asë për Zhegrovën. Ja, Juventusin e kam një Po, Juventusin me Gallatën. Po, kurse, dhe më thonë pjesin, si më thëtë e Inter, Juventus e njeka, se hubi edhe Zhegrova një rast. Atë, u mërzitëm gjithë. Po, lojtarët e mlej i bajnë të gjana, ta bajnë një gëll për 30 metrave, ta hupin për 5 metrave. E vërtet. Bukur, se folëm edhe për futbolin e shef, për fund, dua se në që më japësh një mesazh për ata që duan, ose e kanë
në idenë e tyre njëherë ta provojnë eksperiencën e reality show si Big Brother. Qa duhet kemë parasysh, pra, se zakonisht ata që duhet të hynë, marrin telefon ata që kanë përjetu edhe marrin ca këshilla. Qa duhet bërë, qa... Këshilla jeme, nështë nuk është e fix për ta, sepse duhet një këshill nga i fitimtar, mendoj unë. Po, të paktën atësa ke kalu aty. Por, ajo që mendoj unë është të ruhet për shembull gjakftësia, edhe gjithmonë me fitu zemrat e publikut është marrë rëndësishëm se një çmim, se mund të bësh antagonistin edhe po fiton çmimin. Po, më varet se çfarë profili ti, janë shumë pyetje, janë shumë gjëra që ndoshta duhet millon, mosaj na më varet se çfarë profilit njek personi që dhe me hijet. Ti se mbrive Luizin duket brenda kur hyri, a? Jo, unë dola. Okej. Nga që dy shkodran, thash mos erdi të të suportoj ty. Jo, bile se kojnë edhe diqa, si portalet, si ato banorët, e kam thona në studio e tjera, edhe para si me hi, kur e bona prezentimin e klipit, jo po shkodran të në gjashmëri, unë kam thonë, Luizi, është një zheni, jam krenar që e një shkodran nga bo aq nam në një reality show, edhe e ka fitu kuda ku ka kënë, por edhe kines na duken tani saj, po kur afrohen jena tanë të nëshëm, dhe më thënë se më thoshin po e imi tanë. Masa jo një thash për batut që e ka pas borgjet e vete, unë kam borgjet e mija, dhe më thënë e kena punë të ndame. Edhe aj me borgje, a? Po të shti, aty... Po pse gjeni, se kuptoj kur thuani gjeni, një fitues si shdo tjetër. Shko, Luiz Ellit është fitues, ka fitu e thete se prentes. Ka fitu të Kanga Magjike. Edhe fitej Big Brotherin, por klikimet sa ka marrë Luiz Ellin Big Brother janë të jashtëzakonshme. Për atë programacion është një zhenin. Se në faleminderit shumë që erdhe sot, kënaqësi që të patëm në Prishtinë, në Kosovë, e kam përshtypjen që do të kemi akoma më shpesh në të ardhmen, a? Kënaqësia shumë e madhe nga ana jeme, po si dihet se Kosova është aq e bukur edhe unë jam i dashuruar me dhe sa që ndoshta nërshojnë me edhe mund të rri edhe shumë më gjatë, dhe më thonë, edhe përfundimisht, edhe me projektin e sportit që kam, si dje.